Kam një pyetje. Po. Ku i gjetë lekët? Po nëse shikon investimin si kosto të themun, gjithmonë ka për dalë mbi lart. E ndajnë këto tortën të tre. Na ka thënë Skënderbeu të bashkuar bëni fuqi, ose kemi gjuhë që atëherë. Duhet ta bëj djalin doktor. Të më bëhet diçka, thu, ç'a është? Dhe si të mund ta bëjmë më mirë. Ka disa probleme që unë do i zgjidh. Shikoj, të bëjmë një kompani të të strukturuar. Pra ti thjesht doja vjedhësh dikujt punën, dhe kjo është shumë e qartë. Po gjithsesi do të ishe ndershëm. Shqiptarët mund t'ulen në Hungry Dark, po me datë tortën se secili do me kenë drejtori i vetvetes. Ne gjë e parë që ram dakord është që të bijmë dakord që nuk do bijmë dakord. Gjithë po e vëmë. Dhe asnjëri nuk ka investuar që të mësoj këtë. Domethënë kjo godet i herë bizneset e vogla e të mesme. Kompania sot i kam dhënë një adresë emaili, numër telefoni, se di kush i ka, ma. Thjesht nuk je më në dilemën që a do përgjigjet njëri apo jo. Thjesht i din që s'përgjigjet. Ja është bërë tani. Mirë e përdore. Thjesht jemi 20 vjet mbrapa dhe 30 vjet anash. Patjetër që po. Patjetër që po. Përshëndetje miq, tashmë po flitet gjatë gjithë kohës për tregtinë online, për blerjen me ardhjen e Temu, me ardhjen e disa kompanive ndërkombëtare, por edhe me zhvillimin e tregut online në Shqipëri. Për të shitur online të duhet një website, por të duhet edhe një post e duhur. Sot kam të ftuar një ish kamarier, një menaxher shitjes, një drejtor shitjesh, i cili më pas bëri një ndër postat më të mëdha dhe më të mira sot në Shqipëri. Sot kam Erandin nga Ultra Poste, pas ke vendos edhe në zemër Ultra. Po, edhe, po. Si të duk prezantimi nga kamarieri. Jo, shumë faleminderit. Unë në fakt ka edhe një histori tjetër, se unë kam filluar punë kamarier që 14 vjeç. Kështu që jam kamarier me eksperiencë, nuk jam thjesht kamarier. Që ke kamarier Ultra. Ultra kamarier. Po, si filloi, çe deshe postën? Edhe unë patën thënë me post, po thash jo, vetja lë disa tjerëve të bëjnë postën. Po, personalisht pas si sfidë më shumë se sa si për të bërë një biznes. Ishte kështu e vështirë apo kollaj fare të bësh i post? Është më e vështirë në botë, është biznesi më i vështirë. Do të them të gjitha që duan të vinë shiko bëj gjithçka, vetëm post mos bëj. Ne kemi edhe batun nëse do të mallkosh dikën të pafsha me i post. Pafsha me i post, po. Në fakt ne flasim për shërbime postare e e-commerce në Shqipëri vetëm pas 2020-s, pas pandemisë. Sepse atëherë edhe individët kuptuan që shiko se mund të kursesh kohë duke bërë porosi online. Atëherë ishte vetëm alternativë, por ata kuptuan që shiko se edhe në të ardhmen mund të vazhdojë të rritën. Edhe pas pandemisë, gjatë dhe pas pati një boom biznesesh në industrinë e logjistikës edhe farmaci. Duke qenë që ishin dy biznese që i mbijetuan pandemisë, për logjistika dhe farmacia. Dhe mendove si ti bëj këto njerëz të lumtur duke i qu mira pako në shtëpi. Sa njerëz bën të lumtur në vit ti? Po, besoj që duhet bën duke 2 milion, 3 milion. Si filloi kjo çështja e postës? Domethënë, pra kishte disa posta, kishte disa iniciativa, nuk është se tregu ishte i lirë kur fillove ti. Po, patjetër, kishte disa posta, po duke parë kërkesën në rritje të tregut edhe mangësitë që kishin këto biznese. Ç'a peti si mangësi? Se dalim edhe te pjesa e biznesit. Kur ti do më bëhet diçka, thu, ç'a është? Dhe si të mund ta bëj më mirë. Ka disa probleme që unë do i zgjidh. Thjesht unë nuk do jem një numër ekstra në këtë. Dhe unë them disa gjëra e ke zgjidh, fakti që u bërë nga një post shumë e vogël në një post shumë të madhe. Ç'a pe problemi herë? Sfida e parë ishte që me rritjen e internetit, aksesit internet, tashmë kishte mundësi që edhe një person që ishte në zonë të largët të bënte një porosi online. Por mundësia për të dërguar në këtë adresë ishte shumë e vështirë. Kjo ishte një mundësi që shumë posta nuk e kishin logjistikën e dur për të arritur te klienti fundor. Pra the me Tiranën jemi në rregull, po me Kalan e Dodës. Nuk po flasim Tiranën, jemi në rregull me Tiranën, por sot ka probleme me Shëngjirgjë, prapë. Flasim Tiranë, se është më lehtë të shkojë në Vlorë, por si se në Shëngjirgjë. Po. E cila është logjistika. Kështu që ky ishte një problematikë e madhe që kishin postat aktuale. E dyta ishte që nuk e bënin shërbimin me kurrier në nivelin fundor. Ishte më shumë tek një zyrë në një qytet. Po e linin pakot një qytet, hajde merre. Pas të ka ardhin pako, ta kemi së Tirana, do të ishte marrë. Po disa humbe tashu, ka anullime porosish. Ne kur e filluam online kishim shumë anullime se thotë s'ma sollen në shtëpi, më tha hajde merre s'kam kohën. Prandaj porosita online. Në fakt ne një biznes që bëm një KPI që kishte punuar me një kompani tjetër. KPI do ja shpjegojmë këtë gjithëve. Është Key Performance Indicator.
Pra indikatori Për performancës. performancës së një klienti. Ne bëjmë këtë me të gjithë klientët aktual. Pra në fund të muajit ne bëjmë një raport përpara sa ka qenë numri i dërgesave për cilin klient, sa ka qenë numri i refuzimeve për cilin klient, arsye e refuzimit të klientit, sa ka patur ndryme, sa problematika ka sjellë tek suporti ynë, sa problematika ka patur tek klientët fundor që nuk ka qenë produkti që ta kanë porositur. Pra është një raport që bëhet çdo muaj tek ne. Dhe ky raport prezantohet klientëve për të parë dhe ata vetëm se ku janë. Pra sa ke patur refuzime. Edhe një klient që erdhi tek ne, kishte qenë në një kompani tjetër postare dhe kishte patur 24% refuzime. Shumë e madhe. Shumë i madh refuzimi 24%. Sa është normale refuzimi mesatar? Sipas biznesit, Po. ka biznes që kanë 0, ka biznese që kanë 10%. Ato që paguajnë me kartë e kanë 0 herë. Jo, nuk është ndryshe se si trajton biznesin edhe klientin. Pra nuk është rëndësishme vetëm shitja, është edhe ajo çfarë ndodh pas shitjes. Pra nëse ti klienti e merr porosinë dhe të shkruan që shkoj jam i pak kënaqur me cilësinë, me produktin, me agresivitetin të përtitër, ti nuk e kthen përgjigje, sigurisht që kjo do të cilë të ardhën sa më shumë refuzime duke thyer besimin e klientit. Kështu që Ka të bëjnë me ka të seriozitetin. bëjë me rezultatin e biznesit, është e padiskutueshme. Një arsye tjetër e refuzimeve është që shitjet më të mëdha në Shqipëri bën Instagram. Edhe në Facebook po themi që blen mosha 600 vjeç e sipër. Edhe ata kanë pak vështirë të perceptojnë këtë pjesën e pra që foto është ilustruese kjo gjëra tjetër. Po Instagrami është kryesor dhe ti kur kërkon diçka në Instagram, marrim për shembull bëjmë një reklam tenxhere me presion. Që i kam vdekun. Tenxhere me presion. Sa kam shit tenxhere me presion, unë s'ka shit kush në Shqipëri. Sa po ke bërë porosinë në një tenxhere me presion, do të dalë një artikull me sponsorizuar me kompani të ndryshme, shumë të ndryshme. Dhe ne e kuptojmë këtë sepse kur merr telefon kurrieri klienti i thotë ka ardhur në porosi, sa lekë vën ajo. Pra ai pyet gjithmonë e lidh me çmimin që ka porositur. Do kthejmë edhe herë te se shumë lekë unë për shkak kur blejmë një makinë 2 e mendojmë 2 herë. Po me blej 20 makina, 10 makina, sa makina fillu ose ku i more lekët pse harrova, ku i more lekët. Ku e more 1 milionereshin e parë është pyetja. Unë në fakt kam patur disa kursime të mia, nuk ishin në gjë se çfarë, por ishin kursime të mia personale. Edhe kam filluar punë tash 14 vjeç, pastaj në 2010 fillova punë në një kompani shofer. Nga shofer pastaj kalova menaxher, pastaj në 2013 mora drejtimin e departamentit të non-foodit aty. Isha shitje, marketing edhe logjistik. Që edhe shitsi mirë, se kam shkruar një pyetje për shitje tonë, po vazhdo, ma shpjego. Në 2013 mora drejtimin e departamentit të non-foodit. Në 2016 provova një aventurë tjetër që ishte në retail, pra isha menaxher i një rrjeti marketesh, bërë edhe këtë. Na thuaj te cili rrjet marketesh? Rrjeti marketeve quhet Euromarket. Pastaj nga 2016 në një kompani tjetër distribucioni. Kur the që po filloj vetë tash? Në 2021. Sa ishe nga 30 vjeç? 34 vjeç. 34. Është kohë e mirë për të filluar biznes. I ke eksperimentuar disa gjëra, ke arrit një pjekuri dhe je heret je okay për të dështuar edhe nëse dështon ke kohë me eksperimentuar diçka tjetër, por nuk je aq i papjekur sa mund të jesh 20 vjeç që kujton se çdo gjë që fluturon hahet. Shikoj, ja them edhe tani këtyre të rinjve që duan të marrin në supermarket, pra nuk mund të bësh biznes që 19 vjeç. Patjetër, por rastet që mund të bëjmë biznes 19 vjeç janë shumë të rralla. Të suksesshëm Gjithmonë se mund të dështosh me sukses. Por do duhet një farë eksperiencë, do të kuptosh cila është fusha jote më e mirë. Se ti mund të mbarosh shkollën për berber dhe pastaj do të punosh hidraulik, por nuk e bën dot këtë. Pra ti ishe shitsi mirë në shitje dhe në bindjen e klientëve. Cila ishte arma jote sekrete që fillove u ndje që unë e di me e bë këtë gjë mirë, jam shit shumë i mirë. E para produktet që shisja i kisha dëshirë të testoja vetë para prakisht. Për të parë nëse ato vërtet bën në Sigurisht që s'ke kanë dyqane erotike. Nuk e di. Edhe unë kam qitur sungjerin, piceta, mikrofibra. Edhe fillove t'u lajen. Edhe fillova t'u lajen. Bravo. Bënte edhe kështu si antistres ajo. Po shikoja një video para ca ditë që ishte i thotë gjithë supermarketet që mos kenë stres lani enët. Po është e vërtet kjo, se të mendime ty duke larë enët që se kanë provu po alternative ta sugjeroj. Bashkëshortja ime do jetë shumë e kënaqur për idenë që do të vi. Edhe kjo ishte, domethënë, shitja ka të bëjë shumë me të patur vetbesim.
pa të kesh besim tek vetja që shiko se unë mund ta shes këtë. Po si janë pushim mendin njerëzve apo vetëm me vetbesimin? Unë në fakt kam qenë shumë i drejt për drejt dhe sinqert me të gjithë. Dhe ja kam thënë gjithë. Se njerëzit thënë ti je fshit si mirë, je mashtrues, gënjeshtar. Jo, nuk është e vërtetë. Është e kundërta. Nuk është e vërtetë. Ti je i ndershëm. Pa ti je i ndershëm është çelësi i suksesit. Dhe të ndërtosh marrëdhënie. Dhe të ndërtosh patjetër, por nëse unë vit jam të shikoj rezultat se unë për momenti kam këtë ofertë. Nëse ti më thua pas një muaji që kjo oferta që ke bërë nuk më bënte, nuk më vlen më, unë po them që do ta gjykosh tani në këtë moment kjo. Nëse është e mirë për ty kjo ofertë tani, pas një muaji vjen ndryshojnë rrethana, ndryshojnë kushtet dhe mund të mos duket e mirë, mund të dalë dhe super e mirë. Por duhet gjykuar në këtë moment kjo ofertë, kjo shitje, kjo strategjie. Po mirë, kishte njerëz që blenin prej randit, jo thjesht prej produktit. Po patjetër, është ajo tendenca që shiko ti ofron siguri që shiko të mund ta jap të produktin nëse ti nuk shitet nga performancë. Jam unë i pari që duhet mbaj përgjegjësi për ta kthyer, sepse unë kam dëshirë që të lënë në marketin tonë një produkt që nuk ka për të shitur kurrë. Është pengesë për shisin, do filloj të ketë probleme me skadencën, do ketë probleme me stokun për ato që kanë stok. Dhe kur vi fundi muajit e vitit që do bëj një bilancë dhe retaili që çfarë marrësh kanë stok, shikoj që ka një mall që ka 2 vite stok në raft, nuk shitet as në stok. Tani, ti the po bëj një post dhe nuk i kishe gjithë lekët, se janë interesante këto historitë, sepse gjithë njerëzit dojnë me ditë, po ky ku i bëri lekë, kur u bë kë? Ka qenë kamarier edhe u bë tash pronar i madh. Sa punoj s'ke sot? Duhet të jenë në kontraktim. Po, janë nën kontraktimin tonë, sepse ne kemi model franchise. Po. Nuk e kemi. Në total sa bëjnë me gjithë franchisat? Do të jenë mbi 360 persona. Si flet gjumë ti me 380 vetë? Zakonisht me 3 vetë edhe dalin trut jashtë. Po, kjo është sfida që ne kishim. Pra, kompanitë që ishin në treg, disa ishin one man show, pra ku pronari bën gjithçka dhe di gjithçka. Pra telefonoi pronarin në të kalu lekët. Po, të kalu lekët, pronarin për financier, pronari menaxher, pronari ke marketingu, Instagramit, pronari ke të gjitha. Dhe ne menduam që shkoj të bëjmë një kompani që ti të strukturuar, pra departamenti financës flas me financët, marketingu me marketingun. Kam një pyetje. Po. Ku i gjete lekët? Pra, të kërkove investitor. Për mia. Po pra, ato jo kuptoj. Që i kam shpenzuar deri në 100 darkën e fundit. Pas ke qenë all in. Po, all in. Unë bisedova me disa investitor, biznesmen. Ku i gjeta, po i kishe njohur. I kishe njohur. Kontaktet mia, ja shpjegova si ide biznesi. Dhe ju thash që tani është momenti. Sepse pas 2-3 vitesh do jetë shumë vonë për të bërë. Ka rëndësi momenti kur fillon një biznes? Është gjë më e rëndësishme, është për mendimin tim është momenti. Do të marr një shembull. Në Shqipëri ka patur bowling, kur njerëzit nuk kishin makina të shkonin në bowling. Ndërsa sot që njerëzit duan të shkojnë në bowling, duan të bëjnë një ambient që trajtohen me familjen, ne nuk e kemi. Pra sot janë gjitha mundësitë, ata kanë mjete, ka transport publik, kanë të ardhurat të mjaftueshme për të kaluar një fundjavë me familjen në një ambient të argëtimi. Nuk e ke në Tiranë. Ndërkohë ne kemi patur kur njerëzit nuk e dinin çfarë ishte bowling, nuk kishin mjete për çfarë shkonin te bowling, sepse ka qenë jashtë aty pas tegut. Po. Është shumë e rëndësishme timing i koha. Po. E di, unë i tash po të filloj rrjet kancelarisht do dështoj. Patjetër. Ti po të fillosh tash një post të re. Është shumë e vështirë, shumë e vështirë. Kështu që koha. I the dhe ran dakord ato, hodhen ca lek, të besun. Hodhen ca lek, më besuan, që këto lekët sigurisht nuk shkojnë gjithçka siç ishte parashikuar. Ça shkoj mbrapsht? Sepse kur bën llogaritën e lapsën në letër, po dalin më pak. Asnjë nuk del. Ata njerëzit e kanë të frikën për të hyrë biznesit, sepse fillojnë marrin ato shpenzimet, kostot dhe thonë nuk del. Sigurisht nuk del, se po dali do bënë gjithë biznes, nuk do ishin gjithë duke punuar. Po ajo vlera që ti që nuk del është çfarë do kontraposh ti për biznesin që. A duhen, ku diun 20 makina, se unë nuk mendoj që do bësh post me 3 makina. Siç ka edhe aktualisht. Në fakt ne kemi hapur postën me 32 makina që ditën e parë. Pra kompania ka patur që ditën e parë 38 të punësuar. Po 33 bicikleta janë shumë. Po, ne në fakt disa i blem, dhe disa i morëm me qira operacionale. E zgjuar kjo. Ishte një zgjidhje shumë interesante ajo që bëmë ne. Kur s'ke lek, kur s'ke pul hancor. Kur s'ke lek, sigurisht zgjedhësh alternativën që mund të kustojë më shumë në terma afat gjatë, po në afat shkurtër bën sens. Kemi prapë tek ajo që në kohë do të gjykuar në vendimi i marrë në kohë. Tani mund të duket si vendimi i gabuar,
që ne kemi paguar lek do kishim kaq makina, por atëherë ishim me dinë shumë mirë, nuk kishte lekët, ishin zgjidhje ideale. Bëmi marrëveshje me një kompani në Tiranë që kishte makina me qira, Me Avis, më the. po me Avis. Se këtu s'kena problem Kemi reklamës. problem reklamë. Dhe unë personalisht kam një eksperiencë shumë të mirë me shumë s'kemi reklamë me Avisin. Jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë kur dalë që marrë makina me qira. Ata na bën një suport jashtëzakonisht shumë të madh. Na dhanë makina me qira operacionale. Okej. Ne përdorim, kishim shpenzimet e karburantit, ata kishin pastaj shërbimet e pjesën tjetër. Si filluat me marrë tregun se ti nuk është se shqiptarët po shtoheshin. Pra ti thjesht doja vjedhësh dikujt punën dhe kjo është shumë e qartë. Dhe këtë punë bën për ditën e gjithë. Në sensin e punës. Si fillove me marrë punën, pyetja ku dole, ke kërkove, kush ishte me Pjesa e shitje. vërtetë është e klienti i parë, se klienti i parë do të thotë Ka mund të po, pyes klienti, kë klient ke tjetër, ti nuk di këtë thoje, kupton? infinitin thonë. Që do të sajojë edhe një gjë, por gjithsesi do të ishin i ndershëm. Pasi me klientin e parë e ke shumë të lehtë, i thua që shikoj do vish, un kam këto kushte, me mua punon edhe Filani. Aladini. Po. Kishim me Valerin nga. Kishim me Valerin. E filluam me Valerin nga Aladini. Patjetër. Ka qenë një mbështetës shumë i madh personalisht. Atëherë ishin dyqan taksi apo e kishte Kishte marrë bërë Aladini, kishte kaluar periudhën e tranzicionit të dyqan taksisë. Edhe çu krijua kompania me kursime, me investime dhe me shumë humbje. Se në fillim ka një break even, në fillim mendoja që një break even i postës është 15 milion lek muj. Ne ishte edhe një periudhë shumë e vështirë për logjistikën tërësi, sepse ishte edhe karburanti. U rrit karburanti, pra mos harrojmë që tu ka vajtur 2700 lek litri naftës në periudhë. Makina elektrike siç është Makina sot. elektrike si është sot ishte e vështirë. Vim tek pjesa që nuk kishin prap lek. Po. Nëse ti shkoje në bankë për të marrë kredi, banka thoshte më sill çik bilancin. Në bilanci viti i parë i zi dhe jetë, nuk ka mundësi të jetë bilanci i bardhë. Dhe sa lek po humbnit mujt e parë? 8 milion të vjetra. 8 milion. Po. Mirë. Bregu s'pas keni pas, mendova mos keni pas shumë më tepër. Jo, nuk kemi pasur më shumë të tepër. Edhe fillu duke marrë klientë, si bënit? Shikonit online, i kontaktonit, bënit prezantime. Jo, nuk e bënim online, nuk kemi ndjekur asnjëherë strategjinë online, sepse është një mesazh, thjesht një mesazh që është. Më shumë kemi qenë te kjo takimi ballë për ballë për t'i shpjeguar atij sistemin, mënyrën e organizimit logjistikës, benefitet që do kishte tek ne, çfarë do kishte edhe humbje ke ne. Pa nëse kemi probleme me mua, me vonjesa, do ketë edhe me klientin Por tjetër. nuk ishte Ultra, ishte Alfa Courier? Ishte Alfa Courier. E si ishte trajektore e Alfës? Pas një viti ishte goxha mirë. Ishte konsoliduar me klient të qëndrueshëm. Por ne nuk kishim strategji për të rrugë shëmimin. Ndonim nga ai shërbimi im të vlerësohej që njerëzit të vinë për atë lloj si shërbimi që ne kishim. Unë maj mend, shkoni një periudhë një 36-38 posta ku 1 ndër 3 veç i njifja kishte post. Sa ndodhi me të kaosin e organizuar? Ishin më shumë. Ishin diku të 42 kompani postare. Aplikonin tek Akepi. 42, se kishte edhe sa anonim kështu 7 vetë mbledhur edhe vazhdojnë akoma. 7 vetë mbledhur akoma të motoristat e Tiranës. Që bëjnë këto delivery, pra shkojnë ke biznesi, marrin të pakot. Ju prishin punë kështu që i bëjnë në Patjetër. Janë komplet informal. Kështu që sigurisht i prishin punë. Kjo pjesa e organizimit, më shumë se sa tek klientët. Po. Se klienti po e ndavi mendon që të punojmë me atë, është e kohë të fol çfarë duash, ti të mos punojmë me atë. Po mirë, çfarë ndodhi pra se ishin shumë posta, edhe sikur kanë rast, sikur janë mbledh. Po disa e kuptuan që nuk ishin ke industri e dur. Edhe timing nuk ishte i dur. Po filluan po hapeshin shumë vonë. Edhe në 2022-shin 3 kompani postare që ishin në Shqipëri ulëm me këto konkurrentët tanë dhe menduam që shikoj, nëse do vazhdojmë të luftojmë me njëri tjetrin, të çojmë të tre makina në ndipër me nga 2 pako, nuk ka për të bërë kurrë as logjistika as si kompani Mirfield. Por ulemi dhe ndajmë këtë tortën të tre. Ishte vështirë se shqiptarët mund të ulen me hangër i darkë, po me datë tortën se secili do me kenë drejtori i vetvetes. Vështirë është të bashkosh me filozofinë dhe mendsinë. Sepse bashkimi i aseteve është, un kam 3 makina. Ty të ftuna apo i ftove të tjerët? Mua më ftuna. Të ftuna. Shumë mirë. Pra se nëse ti ke 3 makina në 2, bashkë kemi 5 makina, jemi në rregull. Por nëse ti ke një ide, un kam një ide, tani kemi 2 ide, do bëhet merge i kësaj ides në një.
Filozofia, kultura punës, mënyra punës. Patjetër. Dhe ne gjë e parë që ram dakord është që të bijmë dakord që nuk do bijmë dakord. Dhe edhe këtu fillon pastaj ajo që merresh vesh me ortakët dhe në mënyrën të bërë biznes. Pra nga kundërshtaru bën ortak. Ja, kundërshtaru bën ortak. Okej. Ja vleti kjo lëvizje? Po. Kjo ndryshoi rregullat e lojës tamam. Komplet. Pra ne ulëm, vendosëm që të bëjmë këtë bashkimin, pra të krijohet një kompani e madhe e strukturuar, që të mbajë përgjegjësi, që të jetë konform kushteve që kërkon logjistika, pra me makina të pastra, të rregullta, me staf me uniforme, gjithçka, ashtu si takon të jetë një kompani logjistike. Bëm të merge-in e aseteve dhe merge-in e ideve. Dhe hapet i kompani 3, apo përshtatet njërin që ishte. Hapëm një kompani 3. Okay. Se besoj për ta shikuesit është në rastet e para që gjojnë, ku 3 kundërshtar janë mbledh dhe kanë kriju një diçka shumë më të madhe se ç'ishin të ndarë. Na ka thënë Skënderbeu të bashkuar bëni fuqi, ose kemi gjuhë që atëherë. Bashkimi bën fuqi. Kur ti bashkohesh me disa të panjohur, pra përsi se ti jeni në tavolinë, po jeni teorikisht panjohur, do të bërë kjo përplasje e mendimeve e ideve. Edhe gjë e parë që ti shikon kupton që nuk ka ide të gabuar në biznes, ka ide që bën sens apo jo. Te ky biznesin në këtë kohë. Edhe kemi një shembull shumë të mirë të me vëllezërit që kanë Adidas edhe Puma, pra ata kishin një kompani, kishin ide të ndryshme, por janë dakord që ideja e tyre të dyve të ndryshme nuk bënin sens në një njëjtë kompani. Do të ishin kompani të ndara që të bënin sens. Dhe sot ti ke dy kompani të suksesshme. Puna edhe Aldi Sud, Aldi Nord, rrjetit më të madh supermarketeve në Gjermani. Po ti hyn te kategoria e njerëzve që flet lirshëm, e ul barrierën e filtrave, edhe ndonjëherë keq kuptohesh për mira për keq. Kishe këtë problem sidomos në fazat e para kur ti thu jo se ja fusni kot, jo se e kemi gjithmonë këtë. Unë jam pak kështu i drejt për drejt edhe e këtë kam problemet jo. Po, tip edhe impulsiv. Edhe atë që mendoj e them dhe atë që them mendoj. E kam shumë. Edhe jo, e kam thënë të krijote prak problem sidomos në negociata, në hartimin deri që shkon në një lidhje përbashkët se pastaj rrjedh vet. Nuk më ka krijuar probleme personalisht, pra kjo të qenë ti drejt për drejt edhe i sinqert me biznes kështu do të jesh, drejt për drejt dhe i sinqert. Kështu që nuk ka krijuar probleme. Me larguar disa persona në rregull, bën sens ja pjeca, por ata që të rinë afër e kuptojnë që në fund ditës ky është Randi, do e pranor si është drejt për drejt, çfarë mendon ta thotë edhe mërzitur po duash. Çfarë po ndodh me online në Shqipëri? Çfarë po ndodh sot dhe si do jetë pas 10 vjetësh online në Shqipëri? Po çfarë po ndodh sot herë? Si është transformimi këto muajt e fundit, vitet e fundit? Në fakt ne kemi krijuar këtë shoqatën e komercit që dhe kemi bërë gjithmonë thirrje që të strukturohen. Pa të mos rrimë tek faqja e Instagramit, bëj boost një posti, hapi. Po kanë bërë sa ashtu i ka funksionuar dhe ka qenë më lehtë. Po kanë fituar më tepër lekë se sa. Dakor. Tani nuk është më momenti. Okej. Tani janë disa fytyra dalin jashtë, besoj deri në fund të vitit nuk kanë për të qenë më biznes që dalin kërkojnë punë si content creator edhe social media manager, duke qenë se kjo pjesa do ketë rregull pafund tani. Po, jo, desha në kuptimin çik me zhurmën e Temos, AliExpress e të gjithë këto tjerë ndërkombëtar janë rrudh apo? Ndërkombëtarët do vinë të tjerë. Okej. Një bie mirë ngrihen. Turqia është gati për të ardhur në Shqipëri. Kur flas për Turqinë, flas për e-commerce që janë në Turqi dhe marketplace-et që janë. Dhe janë multimilion dollarëshe. Multimilion dollarëshe dhe kanë pas tyre edhe shpejtësinë e logjistikës. Nëse nga AliExpress nga vite për 45 ditë dhe nga Temu po vjen për 8 ditë, në Turqi do vi për 3 ditë. Pra, më shpejt se të vite me herë. Më shpejt se sa nga tregu I brendshëm. A gjetit pa përgatitën apo e lanë kështu, hajt let sa njerëz të fundsuam në informalitet, merre me Terezi, se unë mend para 5 vjetëve uleshim me ministren e thote, po jo se s'po flasim me çështje teknike. Thamë, pse kemi ardhur me piçajni, për çështje teknike po flasim dhe informaliteti ngeli bazë 5 vjet edhe nuk u bë gjë. Do të thënë e lanë më shumë, e morën me Terezi që gjeti tregun pak si të pa përgatitën për ndërkombëtarët. Nuk e prisin në fakt, u gjetëm të pa përgatitur. Kishim menduar që kjo rrjedhë postojnë gjë në Instagram, bëj boost postit, njerëzit mos e ndiejnë shpimin që të shkruajnë sa kushton që të pyesin
që të krijosh këtë pjesën e komunikimit me klientin. Të rrisësh reachin. Të rrisësh reachin, këto gjërat që nuk është se jam ekspert tek kjo pjesa, ndërkohë që ne kemi bërë gjithmonë thirrje që shiko, krijoj një website, po që të krijosh një website, patjetër që do të investosh edhe në të ardhura. Është investim. Patjetër se shikon investimin si kosto, të them unë që gjithmonë ka për dalë lart. Nëse shikon që website nuk është kosto, është investim, sigurisht atëherë bën sens të kesh shka. Edhe sot i ke pa website, që nuk kanë as kohë. Një historik? Nuk kanë as kohë më ta bëjnë. Kjo është e keqja më e madhe, që nuk kanë as kohë më ta bëjnë website-in. Që të bëhet një website tani do të strukturohet, do të mësohet, do të bler domeni, do të krijuar një person që ta mirëmbaj, tani nuk kanë më kohë. Tema është duke bërë sa po bën? Ka shku 4.000 pagon ditë, 3.000? Aktualisht tema është tek 220.000 deri në 260.000 pagon në muaj. Pa 7-8.000 pagon ditë. Hajde, rritje kështu eksponenciale. Edhe në Australi ishin kështu gjithë duke protestu, pse s'na mbron shteti se na ka ardhur temu këtu, se Australia i 20 ca milion banor. Shkoi edhe temu aty, edhe bizneset e vogla, domethënë kjo godet i bizneset e vogla të mesme. Dhe këto që janë pa strukturuar etj. Bën sens kjo e Australisë. Në 2023 në temu fut në Rumani. Rumania kishte 1 milion pakon ditë online si shtet. Industria kryesore ishte kjo e healthy, sepse ata shisin çajra për dovësim, sa produkte që ishin para aty. Si duket për abuzimin me ushqimin kjo pjesa. Në Shqipëri është fashion, pra 52% e dërgesave në Shqipëri janë rroba. Të dytat kush çfarë janë? Dyta është kozmetika. Ka qenë elektronika në Shqipëri, por pastaj një moment shqiptarët e kuptuan që duhet të ketë kujdesi për veten përveç lavatorisë që shtëpia. Edhe zuri vend të dytë kozmetika. Pra në Rumani temo me muajin e parë mori 15% të rregullt. Pra nëse flasim që në Rumani bësh 1 milion pakon në ditë, 150.000 po e bën të temu. Flasim ditore. Disa vende kishte arrit Amazon, pra 15% të rregullt. Në Francë është shumë interesante që ishte me Amazonin shumë ngushtë, Amazoni kishte 22.3% dhe temu kishte 22.1%. Është diferencë. Ta bësh për i vit 2 vjet këtë gjë. Nëse harxojnë lek për marketing edhe për marr market share. Është shumë agresiv në marketing. Është shumë agresiv. Po jo vetëm temu, edhe sheni që është në Shqipëri, që po bëron tani. Se po punon sheni, se jam jashtë. Por nuk ka qenë agresiv sa duhet. Shumë shpejt do të agresiv. Është gjë shumë interesante me që TikTok-u u mbyll, se TikTok-u nuk ka platformë e-commerce. Pra mund blesh nga TikTok Shop. Dhe ata po mendonin që të hapnin edhe për Shqipërinë të shitjen online të produkteve, por do të presin edhe një vit. Në Kini isha tani në nëntor, në fakt, edhe porosita një 2 gjëra online. Edhe ma solli një makinë verdh vetëm pa shofer. Pra, pjesa e shërbimit postës ishte pa shofer, makinë e hapa aty, skanova QR kodin, nxorra pakun, e mora, i kam dhomë. Si të jetë në pas 10 vjetësh, do e ishin nga puna shoferët? Edhe në Amerikë, Amazoni ka bërë disa zona që dorëzon me dronë. Pra është zona saktuar që dorëzon me dronë, ti porosit. Janë dronit, ali aty tek backyardi, tek kopshti, ajo dhe ti e merr ata. Për Shqipërinë është pak e vështirë, më drejtën. Jo për shkak të terrenit edhe për investimet, por për shkak të mendësisë, e kupton? Se do ta shikojnë dronin, do ta shikojnë atë makinën, bëhen kurioz, kështu. Ti gjejmë me burr. Mbase e kapin se ne me këto mobike, me këto skuteret elektrike kemi pas suksese të mëdha ndërkombëtare. Kemi dështuar me sukses të plot. Edhe kjo është një problem, pse nuk investohet në Shqipëri. Po të shikosh krahasuar me rajonin, apo të shikosh në Maqedoni, e shikon që ka kompani më të mëdha ndërkombëtare që kanë hyrë në treg. Ka kompani që janë më të mëdha se ne, ka kompani vendase që janë investuar edhe sa tjetër. Njëta gjë është për Malezi, Bosnia, nuk flas për Serbinë sepse është tjetër nivel Serbia, po nëse krahasojmë me rajonin. Do të thonë Shqipëri frika më e madhe që ti ke për biznesin është mendon që po sigurt ma vjetin, po sigurt ma prishin, po sigurt ta godasin, çajin gomat, është sfidë vetë. Jo, për shkak ne patë mendu bëm një plan projekt për që të krijonim kancelarinë e parë që të ishte diku nga bloku, që të ishte pa shic, të ishte pa si gjë, edhe thjesht me kamera sigurie. Bëm disa testime, bëm disa pyetësor dhe na doli që simi akoma gati se nuk do hyjnë njerëzit që të blejnë, të bëjnë produktet e veta dhe të paguajnë lekët me
me kartë apo qoftë edhe kesh në makineri dhe pra mendum të bënim dyqanin e parë në Tiranë që t'ishte pa shitës, po që t'ishte i hapur. Nuk do e bëjmë akoma. Vim prapë te koha e të bërit. Nëse ne shikojmë që tani në Amerikë po bëhet kjo, në Shqipëri do vi pas 20 vitesh. Ashtu është rrjedha e curisë kohës. Thjesht jemi 20 vjet mbrapa dhe 30 vjet anash. Te kjo pjesë, por ajo që është interesante është që për herë të parë të rinjt në Shqipëri e kanë të mundësi që ta nisin nga starti njësoj me të rinjt evropian. Pra nuk kanë më pengesa. Nëse ti ke akses tek AI sot, njësoj si një evropian, ke akses në internet njësoj si evropian, ke akses në informacion njësoj si një ri që jeton. Madje mos them që nuk është edhe më parë. Sepse nëse ti shkon për të bërë një biznes në Gjermani, që zgjidhni çfarë probleme ka Gjermania që të zgjidhësh. Pra janë shumë pak. Përveç se konkurrentët do i ketë mëdhenj. Në Shqipëri do të bësh një biznes pa zgjidhur probleme. Mirë se vjen. Ku do të fillosh? Kur ktheu nga Hollanda, shumë njerëz thanë, pse u ktheve nga Hollanda, ishe mirë atje në Amsterdam. E thash, shiko, këtu s'kam asnjë gjë që më zgjidh. Shkoj në Shqipëri se ka shumë gjëra që më zgjidh, ndërtoj një biznes, bëj një gjë dhe më ktheve këtë historinë që këtu ke shumë probleme dhe që do të thotë ke shumë oportunitete, më shumë mundësi. Thjesht tregu është i vogël, po tregjet vogla ka edhe Liechtensteini apo Luksemburgu etj, po kanë arritur që të gjejnë hapësirat e tyre. Tregu do të hapet shumë shpejt. Pra ti s'duhet mendosh vetëm për Tiranë, ti duhet të mendosh për gjithë rajonin, për gjithë Ballkanin. Shumë shpejt do të hapet tregu, por që ti je gati për të hapjen e tregut, do patjetër të kesh investuar, kesh investuar në një website, nëse do kesh tek online. Prapë duhet website për çdo kompani, duhet një website, është një prezantim, është një katalog, shërbimeve që ti ofron, kohën kur ti ofron, duhet një kontakt aty që të përgjigjet në numër telefoni. Ne kemi kompani sot që kanë vendosur një adresë emaili, numër telefoni, se ditë kush i ka, ma pa i vim për të shkruar një email në website se një përgjigje gjallë. Ja, paktën te shteti jemi në rregull. Çfarë do lloj telefonatit që bën dhe emailit që bën nuk përgjigjet. Ti thjesht nuk je më në dilemën që a do përgjigjet njëri apo jo. Thjesht e di që s'përgjigjet. Te shteti kemi një problem që nuk kanë certifikat sigurie. SSL dhe kur vjen thotë gjithmonë që gjë është pa sigur për procedurë. Kujdes vëllai se ka skaduar edhe Windowsi. Meqenëse se fole për AI, ti ke qenë fakt në pionierët edhe kam thënë shumë lekë tu harxhu, jo po bëjmë një këtë program, po bëjmë një trajnim për stafin, po blej makinat elektrike ndër të parat, po bëjmë këtë gjë. Thosha kur do i marrojnë harxhimet. Me AI keni menduar ne gjatë si do e fusni punë, çfarë do e përdorni për një lloj raporti apo akoma është herec? Jo, ne kemi bashkëpunim me një kompani shqiptare, janë shumë të mirë. Kush janë? Apo s'kanë emër? Ju kanë emër. Është Rioni me Ingridin, që kanë gliterin në Shqipëri që bëjnë këtë AI, që e futen shërbim klienti. Është më shumë tekst dhe jo në të folur, se ka që kanë në të folur, por ta e kanë në tekst. Edhe kemi bërë një bashkëpunim me ata, presim të lançojmë shumë shpejt shërbimin e klientit 24/7, që duhet tërësisht me AI. Ati e shkruan dhe ai kemi përgjigje, në informacionin që ti jep, momentin që ai nuk ka zgjidhje, përbërës është self-learning, pra mëson në ato që... Si ta zgjedhësh. Po i shkruan dhe operatorit tonë që shko këtu kam nevojë që ti ndërhyrë se nuk bezgjit do të lloj problematike. Shumë shpejt do të jetë live, jemi duke testuar. Çuan kanë bërë një program shumë të mirë, kanë bërë një bashkim midis dy AI, pra vim tek ajo pjesa që nuk ka nevojë me shpik rrotën, se ka shpikur tjetër njëri. Se shikoj shumë të rinj që duan të bëjnë diçka me AI. AI është bërë tani, merr e përdore. Pra ata kanë bërë dy AI tani, që njëri është supervizori, tjetri është punëtori. Dhe supervizori në fund ditës vend të raportin për punëtorin, si ka qenë performanca, sa herë ka kthyer përgjigje, si ka kthyer përgjigje dhe e trajnon njëkohësisht si AI që të rrisë performancën dhe ku ka gabuar. Interesante, po çfarë të keqe ka AI? Nuk ke të keqe pse kena bërë kështu si Gogol? Jo, nuk ka asnjë të keqe. Se do na lajë njerëz pa punë, do na sulmojnë robotët. Në fakt ka mungesa për staf, ne jemi gjithkohës në kërkim të njerëzve që duan të punojnë. Madje ne edhe tek postimet tani kemi bërë, përpara ishin këtë arstimin, këtë dëgjuar huaj, ditë përdorë paketën Microsoft Office se këto listimet, tani kërkojmë punonjës që kanë dëshirë për punë. Pra aty fillon. Këtë s'ja mëson dot. Ti mund të mësosh edhe Office, se këtë vetëm pasionin për punën s'ja mëson dot. Pasionin për punë, pra. Ti
ke dëshirë për punë dhe ke nevojë për të punën, hajde ne të bëjmë trajnimin, të mësojmë, investojmë tek ty. Çfarë mendon për kështu për investimet individuale? Ti si investon paratë që fiton? Apo s'fiton? Në momentin nuk fitojmë, po i reinvestojmë. Pra, ideja për një të ri, thotë mundu të mësoj nga Erandi, sepse Erandi është sipërmarrës i suksesshëm, është në rrëmot suksesshëm në Shqipëri në fushën e tij dhe duhet të mësoj çfarë mund të bëni gjatë si ti investoje, domethënë si ku ti jem kujdes. E para që unë sugjeroj njerëzit që të fillojnë një punë, të mësojnë, të eksplorojnë ku duan ata të pozicionohen për të qenë për të Pra ti investojnë te vetja e tyre. Ti investojnë tek vetja e tyre për të mësojnë. Është shumë e rëndësishme që nëse ti do të bësh programues, të bësh një shkollë për programues, të fillosh punë programues diku, të mësosh disa gjuhë programimi, mos e lesh të mëson ato Pythonin edhe unë jam programues tani, nuk je programues. Pa të bësh disa gjuhë të ndryshme, të punosh me njerëz që kanë ide dhe projekte, që ti të mësosh tek projektet si bëhet, pastaj të krijosh diçka tënde. Ne po flasim sot për freelancer, që gjithë duan të bëjnë freelancer, apo që të bësh freelancer do të jesh përgatitur që 6 muaj të kapësh atë punë. Në çfarë do të mbash veten 6 muaj? Babit e mami do rresh aty. Dhe babit e mami do hash bukë, do vishesh. Po që po ta bësh ka 40 vjeç te babit e mami. Po ta bësh paralelisht, ndërkohë që jeni në një punë, ndërkohë fillon të kërkon punë për freelancer, dhe deri në momentin që ti kupton që kjo pavarësia financiare e freelancerit të jep të ardhurat për të punuar aty. Një njëjta gjë është edhe në biznes. Sfida më e madhe që kanë sot njerëzit për të investuar është ajo frika e comfort zonit. Pra unë kam një rrok tani, i di çfarë shpenzimet kam, diku kam limitin e shpenzimeve, diku e kam ato vine kuqe tek të ardhurat. Dhe kur mendojnë për një biznes, mendojnë që ore, unë pas fitova, nuk do fitosh për një biznes, është e sigurt. Po mirë, a bëhesh i pasur duke punu fort? Patjetër që po. Patjetër që po. Nuk mund të nisësh biznesin 20 vjeç, mund të nisësh si unë 34 vjeç, mund të nisësh 50 vjeç biznesin. E rëndësishme është ta nisësh. Edhe koha kur ta nisësh të jetë koha e durr për ta nisur. Përndryshe pastaj gjithçka del jashtë loje. Po nëse ti sot do të bësh një gjë, një telefon vetëm me tastier, që nuk është mentar, sigurisht që investohen kohë te telefoni. Tani nesh me kohë ta bësh pa që nevojë ta prekësh. Po mirë, ndonjëherë mendoj tash fëmijët tanë po rriten një pjesë dhe si do jetë kjo gjenerata e sipërmarrësve mas 10-20 vjetëve se ndryshojnë, disa i kanë gjënat më të lehta, disa i kanë konkurrencën më të madhe. Çfarë po shef si trend? Disa biznese që sot ne e shohim që janë të suksesshëm pas 10 vitesh, 20 vitesh nuk do jenë më në treg. Atë si po evoluon teknologjia, me shumë mundësi shumë biznese do të jenë jashtë loje. Sidomos ata që nuk përshtaten edhe që nuk zhvillohen. Se do t'i flisje dikujt para 10 vitesh për e-komercin sot, sigurisht thoshin ky është shmendur çfarë flet këtu. Tu vin njerëzit blen lek kesh në rregull, lek ka. Blej me lista. Kjo është jeta. Unë besoj që në të ardhmen do të jenë të fokusuar në teknologji dhe në kurset profesionale, pra në hidraulik, mekanik, ka shumë nevojë tregu për këtë pjesë. Nëse vjen sot në Shqipëri që ka pafund makina elektrike, nuk ka një mekanik që të rregojë këto makina elektrike. Dhe gjithë po evoluojnë këto. Dhe asnjëri nuk ka investuar që të mësoj të bëj mekanikën e makinave elektrike. Këtë po mendoja, se po mendoja me marrë makinë elektrike, thash, bëha mu prish, zëre se marr një makinë kineze. Dhe kush din me rregullu këtë gjë? Unë them që nëse ti nuk ke prirje për shkollë, dëgjojmë që thojmë ky biznesmeni moroi la shkollën dhe u bë suksesshëm. Ky është 1 në 10 milion. Ndërkohë 9 milionë të tjerët janë punojnë ndërtim, punojnë në bujqësi, bilin ulli. Nuk i thot njëri Pra ata. që të bësh i suksesshëm mos lësh shkollën. Mos lësh shkollën. Nuk është e garantuar. Njëri ata të tjerët. Një është ai, del në rregull, dhe nuk dihet si del. Kështu që është shumë e rëndësishme që ata që nuk e kanë të prirjen për shkollën, se ka çdo lloj prirje, ndiqen kurse profesionale. Elektricist, mekanik, hidraulik, se berber tani janë bërë shumë, e kupton? Po ka shumë nevojë tregu për të pjesën e zanateve që vinë. Edhe ata që kanë prirje, pastaj investojnë tek ajo që kanë prirje, sepse shikoj që kanë tendencën edhe prindrit vetë që unë dua ta bëj djalin doktor. Djali çfarë do të bëhet? Sa ka prirje për piktor, mos e bëj doktor kot. Djali edhe se di çfarë do bëhet. Vazhdoj një herë të japi drejtë vetes ta shohë biznesi, shumë njerëz e asociojnë edhe ndonjëherë me luksin, por ndonjëherë edhe me stresin, thotë s'do filloj biznes se s'kam nerva mu marr me punojësit, është e stresueshme. Biznesi a asociohet, a është stresi një diçka e pashmangshme në biznes? Pas një festare, pra kur ti nis biznesin
në fillim ke atë stresin e ku do që punojnë, si të trajnoj, çfarë pritshmërisht do ketë klienti ndaj meje, si të përmirësohem. Po në momentin që ti ke strukturuar biznesin dhe ti ke një pozicion aty ke biznesi yt, apo akoma më mirë, nuk duket çfarë aty te biznesi ecën, sigurisht që stresi, dakor, po flasim për Jo, pikërisht tani këtë kanë hallë. Si me strukturu, se tanë shkojnë, e hapin, kanë suksesin e parë dhe ngelen rob të biznesit apo të vetë punësuar të biznesit që kanë ngrit një burg të madh për veten. Edhe unë jam i vetë punësuar ke biznesi im. Po. Kam një pozicion aty, jam drejtori i shitjeve. Po. Vetëm me kaq merrem, drejtori i shitjeve. Jam shumë dakord. Çështja është që nuk e kalojnë atë krijimin e sistemit, tanë thënë, ore, më thotë gjoj gjithkund sisteme, ore si ta bëj sistemin? Kam njerëz që më thonë, shikoj rand se do ta marrësh këtë në punë, të jam shikoj, unë merrem me punësimin, të jap numrin e telefonit, të dërgoj një CV tek ky. Atë di, më thotë merra telefonit atë di. Sepse unë nuk e di çfarë kërkesash kemi, sa kërkesa kemi, nuk e di fare. Unë merrem vetëm me shitjet të kompania ime. Po ta mban trurin gjithkohën punë 100 km/h biznesi? Patjetër. Edhe unë po ta shikosh jam kundër këtyre mentorëve të biznesit, sepse se të fillojnë të marrin sy me motivim, dopamin që do të dalësh pa merak, kumbe 200 euro, po s'ka se ti e del prap. Edhe po shpërdoret shumë me kjo çështja mentorimit e motivimit. Po abuzohet. Pra në kuptoj që mentorimi i dikujt që ka qenë një suksesshëm biznes, edhe mund të mentoroj, dhe jam por ne kemi njerëz që nuk e dinë ç'është biznesi. Nuk kanë hapur një nitën që bën, nuk e dinë procedurën, nuk e dinë çfarë kostosh ka një biznes realisht. Dhe vinë të bëjnë një kështu lavash truri që ç'ke biznesi ja del, ja do ja dalësh pa merakun ke mua këtu. Paguaj 2000 euro mua. Paguaj 2000 euro mua. Sepse biznesi të le pa gjumë. Dhe vetëm njëri që ka për ndonjëherë pa gjumë për biznesin tënd je ti. Gjithë fletë në gjumë. Gjithë tjerë do të. Je e fundit që paguhesh, ë? Se njerëzit kujtojnë se paguhesh i pari. Jo, unë jam jo, e kam fjalën, do pagush qiran, po. Do pagush taksat e shtetit të VSH-t, atë fitin të tjerë. Do pagush punëtorët, do pagush këstet e kredisë apo shpenzime të tjera çka ke. Nëse të pron gjë, je ti. Zakonisht nuk të pron, po nëse. Po më gjithë po pse e bëni ju? Pse gjithë ankoni sfitojmë gjë. Pse e bëni nëse sfitoni? Si ja dilni? Shikoj, nëse nuk e bëjmë nuk ka për të bërë kurrë. Kurse mendoj unë. Pra, kjo kompania që unë po ndërtoj, mund të them që do jetë e vetme në argjueshme në 2030. Ne kemi bërë një projekt deri në 2030, flota jonë do jetë 100% elektrike, pra është një projekt afat gjatë. Dhe në 2030, kur kompania të jetë e strukturuar e mirëfillt dhe të jetë prestigjioze për përfaqësuar Shqipërinë, vetëm në Shqipëri por edhe jashtë Shqipërisë, atëherë unë do të them që e kam dalë. Dhe atëherë unë do filloj fitoj lekë. Deri atëherë unë po merr vej makinë, rregulloj makinë. Pra nuk është se sfiton, por ato që fiton, ngelin kompanitë me rrok. Unë marr një rrok. Marr të rrokën fund muajit edhe unë kur vjen ai mesazhi. Shiqyr. Të falenderoj shumë, ishte një bisedë shumë e bukur edhe e ke shtjelluar shumë mirë gjithë rrugtimin e postës Ultra. Shumë faleminderit, merci. Të nderuar miq, ky ishte një episod shumë i rëndësishëm. Erandin e kam shoh dhe prandaj edhe biseda rrjedh. Dhe unë falenderoj edhe sponsorët e këtij podcasti, rrjetin e kancelarisë Infinity, Blue Office, Depot Distribution, gjithashtu edhe Smart Vest Venture Capital dhe realizuesit e këtij podcasti North Pro Films dhe Kristil Yazin. Unë Rezak Laj, mirupafshim.